apo ankohesh se po dështon në punë, duke mos pasur sukses në asnjë fushë, duke mos pasur bereqet në pasuri, dëgjo, nëse kjo gjendje është e vazhdueshme tek ti, atëherë duhet të dish se kjo ndodh për disa arsye. Ose je i goditur me mësysh, ose me zili, ose je i goditur me magji. Do i përmendi disa simptoma, nëse janë prezente tek ti, atëherë duhet të dish që ke bllokim në çështjen e arritjes së riskut. Hapja e shpesht e gojës, ndjen lodhësi pa dhënë ndonjë mund, shtrëngimi i fuqishëm në gjoks, kokdhimbja e vazhdueshme, dëshira për qëndruar vetëm në dhomë, duke mos dashur qëndrimin me të tjerët, pagjumësia gjatë natës. Nëse këto simptoma janë prezente tek ti, atëherë të këshilloj që të bësh rukje me Kur'an, nga se Kur'ani është shërim, thot Allahu i lartësuar, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dhe ne zbritëm nga Kur'ani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët.